Mirëmbrëma. Ende është në diskutim pse ndërhyrja amerikane ndodhi në Venezuelë. Droga, nafta, korrupsioni, një diktator që duhej hequr, të drejtat e njerëzit. Në fakt të gjitha kanë nga një pikë në atë gotën që u derdhë dhe çojnë në aksionin amerikan. Por jo gjithmonë ajo që shohim është shkaku i vërtet, është jo gjithmonë ajo që duket, është mekanizmi që shkakton një reagim të tillë. Për diskutuar rreth kësaj, pse amerikanët vendosën të ndërhynin, cilat ishin arsyet, cili do jetë vazhdimi, pasojat që do ketë në botë, sepse nuk është një veprim i cili ndodhi rastësisht, një veprim një ndër 40 grushtet e shtetit ose ndryshimet e regjimeve që ka bërë Amerika në Amerikën Latine në 60 vjetët, 70 vjetët e fundit. Është një pikë kthese në politikat amerikane dhe në botë. Kam këtu për të biseduar ish ambasadorin ton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jo vetëm, pastaj edhe në vende të tjera, në Holland, Hungari, zotin Roland Bimo. Ambasador, mirëmbrëma, miq të ardhur. Faleminderit për ftesën. Atëherë, ambasador, kemi një aksion spektakolar të ngjashëm me ato të Hollywoodit. Është një aksion i cili çoi në arrestimin, thonë amerikanët, rrëmbim, thonë kundërshtarët, ndalim, thonë ata si Bashkimi Evropian që nuk duan të shprehen, të një presidenti të një vendi i cili edhe fort i vogël nuk është. Boll të llogaritësh që është 30 milion banor, po kjo nuk ka shumë rëndësi se sa ka fakti që është 900.000 km², pra është një herë e gjysmë më i madh se sa Ukraina ose sa Gjermania dhe Franca të marra së bashku, bilet sa më tepër. Kemi një qëndrim i cili po ndryshon her mbas here, presidenti Trump, i cili duket që ditë mbas dite ndryshon shkaqet e ndërhyrjes, në fillim tha për drogë, pastaj tha kemi shkuar për naftën, mirë po del që nga 5 motrat e mëdhaja, vetëm Chevroni është aty, të tjerat nuk kanë pikë interesi që të futen. Kemi ndërkohë Rubion që po flet, por zëvendës presidenti Vance nuk po shihet, madje mendohet që është një shmangje e tij nga konkurenca që mund të ketë në të ardhmen me Trump. Ambasador, pse u futën amerikanët në Venezuela? Edhe një faleminderit për ftesën dhe një fillim të mbarë të vitit për juve dhe për shikuesit tuaj. Është jashtëzakonisht komplekse situata, përtej spektaklit të jashtëzakonshëm që mund ta shijojë kushdo, si thatë edhe juve si filma Hollywoodit, dhe pothuajse është një përsosmëri e jashtëzakonshme në operacionet ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që në fund të ditës nuk mund të presësh më pak nga ushtria më e fortë, më e kualifikuar, më e specializuar, për të cilën harxohen plus minus $1.5 trilion në vit, dhe këto jo vetëm në një vit, po vit pas viti, vit pas viti. Kështu që ata që mrekullohen nga saktësia dhe precizioni i sulmit kam përshtypjen që nuk e kanë ndjekur në kohë modernizimin e ushtrisë amerikane, sepse sinqerisht them, për mua është një gjë krejt e zakonshme dhe amerikanët mund ta përsërisin atë që bën në Venezuelë në çdo cep të botës, me atë fuqi ushtarake që kanë dhe me atë, të themi, software, aftësi elektronike dhe survejimi. Për shembull, një nga bisedat që bën është pati korrupsion nga brenda, apo jo, i harxuan miliona dollar për të korruptuar njerëz nga brenda që t'ia dorëzonin. Sot mëngjes herët dëgjoj një informacion që në Costa Rica janë ulur 2 nga avionët më specializuar të Shtetit Bashkuar të Amerikës përpara sulmit, për jamming të luftë elektronike, për të zhurmuar radarat dhe njën tjetën, dhe nuk ka pas nevojë për bler asnjëri, sepse ato janë në gjendje të paralizojnë çdo gjë, plus bombave të grafitit që janë hedhur në ato lagje ku ju duhesh dhe ka rënë gjithë sistemi elektrik. Kështu që radarët edhe të më të mirët që mund t'i ketë në Rusia apo Kina, patjetër me korrent punojnë, nëse ti heq korrentin radarëve nuk ka çfarë të zbulonin. Duhet të them që supremacia ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është absolute. A përkthehet kjo supremacia ushtarake në mençuri? Kjo është një pikë pyetje e madhe, sepse mund të jesh shumë i fortë ushtarakisht, mund të jesh shumë i fortë edhe si trup, po a ke trup për të parë shumë larg në horizont apo jo? Shumë politologë ndjes e cilësojnë një gjigant me tru fëmijë nga një herë. Jo dashamirës të Amerikës. Jo gjithmonë, por nga njëherë ndoshta veprimet të caktuara mund
Dhe nuk është giganti me trufmirë se sa është vetë sistemi shtetëror botëror, struktura e sistemit botëror dhe struktura e sistemit politik. Thomas Stephen Walt, një nga që unë e respektoj shumë si studius i marrëdhënieve ndërkombëtare amerikan, thotë që ndërkohë që në Shtetet Bashkuara të Amerikës ekonomia e çdo gjë tjetër shkon shumë mirë, sistemi politik në 10, 15, 20 vjet e fundit ka shfaqur të çara serioze të cilat duhen korrigjuar dhe tash një interpretim që bëhet edhe nga Yuval Harari por edhe nga të tjerë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë një kushtetutë në 1776 apo diku 1789 që ka aftësi të jashtëzakonshme vetë korrigjuese. Po këto aftësi vetë korrigjuese nuk po vijnë në shërbim përkundrazi, po ngurtësohen në mos korrigjimin mos përticimin e kushtetutës amerikane, e cila vërtet ka 250 vjet, por ka dhe 10 apo më shumë amendamente, 15 amendamente, pra nuk është se është një organizëm i vdekur dhe për të mbuluar vrimat që ka shfaqur sistemi politik amerikan, patjetër duhet ndryshuar kushtetuta. Dhe sistemi politik amerikan me kalimin e kohës ka bërë këtë që po shikojmë sot, ku Kongresi për 1 milion arsye ka deleguar gjithmonë më shumë kompetenca dhe autoritete presidentit, dhe tashmë praktikisht kthyer një lloj mbretërie perandorie ku presidenti është mbret dhe perandori i zgjedhshëm. Që vepron pa të pyetur Kongresin. Për të gjykuar më saktë do duhet në fakt kanalizuar apo stresëzuar analiza, për shembull presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe situata e brendshme në Amerikë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe situata ndërkombëtare. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe lobët e interesit dhe grupet e interesit në Shtetin Bashkuar të Amerikës, ata që e sollën në pushtet, sepse është fakt që pa donacionet e Elon Muskut edhe të miliarderëve të tjerë, Donald Trump nuk do ishte sot në Shtëpinë e Bardhë, ashtu sikurse nuk do kishte bërë edhe atë big beautiful bill me të cilin i kurseu rreth $18 miliardë taksa pikërisht këtyre të mëdhenjve që e sollën në pushtet. Pra, parë në disa këndvështrime komplikohet goxha skema dhe është si thua ka dalë në modë kohë të fundit gjithmonë të luash shah në disa nivele. Po shkurtimisht do thosha që brenda Amerikës situata e zotit Trump në prag mund të quhet tashmë se kemi hyrë në vitin 2026 të zgjedhjeve midterm elections të nëntorit për Kongresin edhe Senatin, nuk duket ajo më e mira që do donte zoti Trump. Se ndihmoi? Nuk e ndihmon? Mundet që kjo ndihmon, por është me dy presa. Shikojmë se nga cila anë do presi, se si do të shkojë ecuria e mëtejshme, sepse në një njoftim të fundit pash në fakt që vetëm 1 ndër 3 amerikane për krah të sulm në Venezuelë. 24%. Është më e ulët akoma. Nuk është 30%, por është 24%. Do të thuaj që bëri 5-6% diferenca. Është tregues që përqindja e amerikanëve që mbështesin këtë mënyrë të sjellurit të Amerikës në arenën ndërkombëtare, sepse kjo vërteton edhe ardhjen e zotit Trump në pushtet. Pra MAGA, ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe, e votoi zotin Trump që të mos, si stai vet, të mos të ndiqte monstrat dhe fantazmat në përbot për të bërë ndryshim regjimi si kurse kanë bërë paraardhësit e tij, tha zoti Trump, të cilët në vend që të shikojnë punët e veta në Amerikë kanë thyer Amerikën në një vend botës tretë, pikërisht duke harxuar gjithë thesarin edhe burimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në luftra pafund. Tash zoti Trump po bën të njëjtën gjë, kështu që nuk ka se si, dhe kjo ishte ajo pjesa që desha ti referoesha, nuk ka se si ti ketë marrëdhënie të mira me bazën e tij politike. Për sa kohë po bën të kundërtën e asaj që i ka premtuar atyre njerëzve. Dhe po shikojmë në këto gati një vit që kanë pushtet, nuk ka rekorde shumë të mira për të mbyllur luftra, pavarësisht se ai thotë mbylla luftën me Kosovën dhe Serbinë apo kudon e tjera. Dhe në fakt ata të bazës vet e besojnë, sepse nëse të kujtohet në fushat tha në filan vend në Ohio ata emigrantët po hajnë kafshët spjakët njerëzve dhe ata pasuesit e tij prapë besonin. Nëse na kujtohet, ka thënë diku në vitin 15-16 që nëse vrasin njërin në Avenue 5, mos më vjen asnjë gjë, domethënë kaq shumë popularitet kam. Pra, që zoti Trump ka një popularitet të jashtëzakonshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky është fakt. Por ama ky popularitet nuk vazhdon për gjithë kohën, vazhdon për aq sa ti i kthen atë që ata njerëz kanë besuar dhe presin nga ty. Nëse i ke premtuar që nuk do bësh luftra, ti vazhdon bën luftra, do thotë që ke një minus vogël. Dhe çarja më e madhe që ka ndodhur me bazën e tij, që çuditërisht përsëri dhe në këtë rast që sa larg dhe sa pa lidhje janë, del përsëri Izraeli. Domethënë ajo zonja që është zëvendës presidente, në një fjalim që mbajti tha, aksioni amerikan ka ngjyra izraelite. Domethënë krejt pa lidhje, po domethënë presim të shikojmë çka ka pas parasysh ajo me këto ngjyra izraelite. Përmenda Izraelin,
sepse në situatën brenda bazës politike të zotit Trump, çarja më e madhe ka ndodhur me vrasjen e Charlie Kirkut. Dhe Charlie Kirk ishte përfaqësuesja e atij grupi brenda ta bëjmë Amerikën të madhe, që vinte në diskutim për krahjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës për Izraelin. Pra, a jemi ne, MAGA, për ta bërë Amerikën të madhe, apo jemi për të bërë Izraelin të madhe? Jemi për Amerika e parë, apo jemi për Izraeli i parë? Dhe ky debat, sidomos me daljen në skenë edhe të dosjes Epstein, si një nga problemet themelore politike që ka shqetësuar vetë presidentin Trump, dhe gjithë skenën politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës në 4-5 muajt e fundit, bëhen të gjitha bashkë që tregojnë që situata e vetë politike brenda vendit nuk është më e mira. Dhe në rast se brenda një periudhe shumë të shkurtër nuk do të jetë në gjendje që të ketë rezultate spektakolare në drejtim të inflacionit, uljes çmimeve, të asaj që po të keni vënë re, i ka rrëmbyer Zoran Mamdanit termin affordability, pra ajo që ti jesh në gjendje të paguash qiranë e shtëpisë, apo ti jesh në gjendje që të paguash arsimin e fëmijëve. Pra, është në një pozitë ku po mundohet që të riparojë marrëdhëniet me bazën e vet politike. Se sa do ta ndihmojë kjo në Venezuelë, presim të shikojmë, por ambasador, vetëm një ndërhyrje. Thuaj. Mos duke parë edhe intensitetin e ndërhyrjeve të Trumpit, kemi të bëjmë me një person, me një president i cili realisht do paqen. Unë besoj që Trumpi nuk hyn te luftë nxitësit, por duhet ju bëj qefin edhe aparateve që janë CIA, Departamenti i Shtetit, Pentagoni, që tashmë janë aq të fuqishme sa nganjëherë edhe vetë presidenti nuk i kontrollon dot. Sepse po të shikojmë edhe ndërhyrjen që bëri në Iran, edhe ndërhyrjen, bombardimin që bëri ISIS-it në Nigeri, edhe vetë ndërhyrja në Venezuelë, janë si për të thënë, shiko, ja u bëra qefin, po mos më çani kokën se dua të merrem me këto brenda. Dhe po ndalemi te Venezuela, e cila është e fundit. Në të asociuar projekt 2025 që ka zhvilluar Heritage Foundation, pra që ishte një blueprint, ishte skema, skica se si do të qeverisë zoti Trump, dhe ajo që ka premtuar vetë ai gjatë fushatës elektorale ishte që do t'i çbënte nga themeli të gjithë establishmentin e politikës jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që është CIA, Departamenti i Shtetit, Pentagoni dhe në një agjenci tjetër, ato agjencitë e zbulimit e me radhë. Duket nga shumë komentator amerikan që nuk zën vend dot në atë mainstream media, që nuk zën dot vend në shtypin kryesor, por që janë shumë aktiv në social media, janë të mendimit që praktikisht zoti Trump deri tani e ka të humbur luftën me reformimin e të quajturit deep state, dhe praktikisht CIA e pengon, sikur se tha dhe Tulsi Gabbard para 2 javësh, në një mbledhje të Turn Point America në dhjetor, tha që agjencitë e zbatimit politikës jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës sabotojnë çdo përpjekje të presidentit. Më lejo ta fik këtë unë se të marrim pra. Fal. Të lutem. Sabotojnë çdo përpjekje të presidentit për të vendosur paqen në Ukrainë. Në këto kushte është pra e kishim muhabetin ke reforma, e kishim bisedën tek reforma që duhet bëj presidenti për administratën, dhe duket që nuk ka ecur ashtu siç e ka ndërruar dhe siç e ka planifikuar zoti Trump. Megjithatë nuk është thënë fjala e fundit ende, të shikojmë se si do zhvillohen situatën tutje. Pra, kaq mund të themi për të përshkruar se sa e vështirë është situata e zotit Trump në raportet brenda vendit me bazën e vet politike dhe me aleatët brenda vendit. Në skenën ndërkombëtare është akoma dhe më e komplikuar, sepse është një marrëdhënie shumë kontradiktore, konfliktuale bile duhet thënë me Bashkimin Evropian. Raportet me Rusinë nuk po shkojnë atë siç u krijua përshtypja mbas takimit në Alaska. Në qoftë se do besojmë thashë themet e fundit që kanë shumë kredibilitet, që në goditjen e të ashtuquajturës shtëpia e zotit Putin në Novgorod, që dikush tha që nuk ishte shtëpia, po ishte një bazë e chain of command e këtyre aftësive bërthamore të Ukrainës. Sidoqoftë, rusët thuhet që i kanë dorëzuar një çip Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku i thonë ja ku e keni CIA-n se si ka qenë aktive në organizimin e këtij sulmi ndaj Rusisë, ndaj shtëpisë presidentit. Pra,
Pyetja e madhe është ka pas dieni presidenti apo është veprimi i thjeshtë. Prandaj u mundova të shpjegoja pak më përpara se sa është në gjendje zoti Trump të kontrollojë agjencitë e veta të sigurisë kombëtare. Ajo që bën interesante, kam përshtypjen nga këndvështrimi jonë, gjithë çështjen është situata ndërkombëtare. Dhe si shtatë edhe ju në hyrje të transmetimit, droga, demokracia, emigracioni, e kështu me radhë. Për hir të realitetit, nga Venezuela shkon aq pak drogë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa është e papërfillshme. Dhe nuk shkon fare nga ajo droga që amerikanët po vdesin fentanili. Fentanili shkon nga Kina, dhe ajo që është më interesante me fentanilin është që shkon në rrugë legale, sepse është prekursor për prodhimin e këtyre që përdoren në anestezi. Pra është një ilaç që importohet edhe në Meksikë dhe në Kanada dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe dikush e merr në sasi të mëdha, e printon, e prodhon, i bashkon ato prekursorët dhe prodhon. Bën përzierjen dhe prodhon fentanil, i cili po vret. Dhe natyrisht që shumë egzageruar, si që ka zoti Trump zakon që i egzageron shifrat, nuk është 300.000, por është dikur 75.000 viktima në vit, që natyrisht nuk është pak. Çdo qenie njerëzore bie një nënë dhe i dhëm gjithkujt. Kështu që lufta kundër karteleve të drogës është më se domosdoshme dhe nevojshme. Po në kushdo që do të luftojë realisht drogën, le të merret me pastrimin e parave që krijohen nga droga, sepse paratë që gjenerohen nga droga, nëse do ishin nëpër xhepet e trafikantëve apo nëpër këto bodrumet e shtëpive, nuk besoj se do kishin ndonjë rol, pa roli atyre është që futen në sistemin financiar dhe pastaj fillojnë të korruptojnë politikanë, agjencitë të zbatimit të ligjit e kështu me radhë. Kështu që jo se nuk duhet luftuar trafikanti apo ata që me skafe që bëjnë tregtinë e drogës, por eficienca, efikasiteti i kësaj lufte është shumë i dobët dhe i vogël në rast se nuk shoqërohet dhe me luftën kundër kanaleve financiare të pastrimit parave. Kështu që kjo punë e drogës me Venezuelën është një gjë shumë e bukur për ta dëgjuar dhe luan rol në raportet e presidentit me... Ti gotisin turmat për moment. Eksakt. Në raport me zgjedhësit e tij është një kartë shumë e fortë që ai e luan me sukses. Ambasador, atëherë shumë zëra thonë që një ndër arsyet pse ndodhi kjo luftë, unë e përmenda edhe më parë, e para është nafta dhe e dyta është mënyra se si Venezuela po lidhej me Kinën dhe me Rusin dhe mbi të gjitha mënyra e pagesës, sepse mos harrojmë që është numri 1 në botë për rezervat e naftës, pavarësisht që është një naftë e rëndë, që krahasohet është pothuajse bitum, e cila përpunohet vetëm në rafineritë amerikane, në fakt të tjerat nuk janë në gjendje ta rafinojnë, sepse duhet një rafineri të tipit veçantë. Cila ka qenë realisht? Droga njëherë e harroi dhe Trumpi të mesme, nuk është çështje nafte. Absolutisht. Mos është edhe paraja me ca shkaqe më të thella, sepse për shembull kjo puna e Venezuelës nuk ka nisur me Trumpin. Mandati është i Bidenit, madje ka filluar edhe kohë më përpara. Baza ligjore mësinë po vepron zoti Trumpi që firmosur nga Obama. Fondi lefi fillon që në 92-shin. Është e hershme. Eksakt. Atëherë mos duhet shkruajmë çik edhe më thellë se sa në 92-shin. Po sikur të më lejosh, doja që ta konsumonim edhe punën e demokracisë, që është pothuajse si puna e drogës nga këto, dhe pastaj të mbetemi tek kjo që sapo përmendet që unë mendoj se është arsyeja realisht kryesore, se në çfarë forme, apo naftën që ta marrin amerikanët, apo naftën në botë, do ta shikojmë pak më. Po lejo të them 3-4 fjali vetëm për demokracinë. Fakti që nuk është ushtrimi i demokracisë, dhe është thjesht vetëm për t'i thënë njerëzve në Europë apo në botë apo kush ka qef të bëjë krahasime me vendet e tyre, siç kanë qef në Shqipëri që bëjnë krahasime, le ta bëjnë, është në të drejtën e tyre, por nuk ka lidhje fare me demokracinë, sepse opozitën demokratike zoti Trump e përjashtoi nga qytetin e parë, që në momentet e para tha që kjo zonja nuk ka autoritet, kështu që do zgjedhë një model tjetër. Ajo që tregj vëmendjen, pra me demokracinë besoj që jemi shpjegueshëm, mjaftueshëm që nuk ka lidhje. Ajo që vije të re në këtë moment është që modeli i të ardhmes së Venezuelës është diametralisht i kundërt me atë që kanë bërë në Irak dhe ngjan disi me Libin në kuptimin me Sirin,
që gjetën një ISIS, me të kaluar ISIS, dhe kanë vënë aty në krye të Sirisë që të drejtojë. Dhe këtu kanë marrë një zëvendës presidente që është e Maduros dhe kanë lënë që të qeverisi vendin. Dhe ajo mendohet që duhet ketë autoritetin e mjaftueshëm mbi Ministrinë e Mbrojtjes, mbi Ministrinë e çështjeve të sigurimit, Ministrinë e Brendshme, një tjetër, ndërkohë që dy këto figurat e tjera, si mbrojtje, si i brendshmi, janë me dosje të fryera te masës për korrupsion dhe për krimet të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se si do të vazhdojnë të qeverisin me këtë grupim i cili është goxha i korruptuar dhe në mbështetjet Maduros deri më sot, është një pikë pyetje e madhe, po duket që tendenca nuk është për të hyrë me ushtri këmbësori, me fanteri dhe për të imponuar boots on the ground. Boots on the ground. Nuk kanë ndërmend që të imponojnë një ndryshim regjimi me forcën e armëve siç kanë bërë në Afganistan, Irak, Libi e me radhë. Tash nafta. Komentet më të mëdha që bëhen rreth ndërhyrjes amerikanëve në Venezuelë janë të lidhura me naftën. Dhe shumë njerëz mendojnë që nafta e Venezuelës, duke qenë vendi me rezervat botërore të provuara më të mëdha në botë, rreth 303 miliard fuqia, 40 miliard metrik ton, është një sasi kolosale. Nafta vërtet është asaj cilësie që thatë juve, por kam përshtypjen që me rafinimin që i bëhet është shumë më mirë se sa ajo light crude që prodhojnë amerikanët nga fraction, nga shelli që bëjnë fraksion shkëmbimeve. Kjo është shumë më mirë duke u përpunuar në ato rafineritë që janë diku në Texas apo në ato gjirin e Meksikës apo gjirin e Amerikës. Le të themi gjirin e Amerikës. Kështu që nafta është jashtëzakonisht e rëndësishme. Por nëse kjo naft do i shërbejë Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një pikë pyetje e madhe, sepse për shkak të keq menaxhimit nga autoritetet e Venezuelës për 20-30 vjet, për shkak të korrupsionit të jashtëzakonshëm që ka ekzistuar në Venezuelë gjatë gjithë këtyre viteve, të cilat janë të lidhura gjitha me sanksionet që kanë qenë ushtruar mbi Venezuelën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Perëndimi, që kjo naft të kthehet fitimpruese për kompanitë amerikane dhe për shtetin amerikan. Zoti Trump, jo vetëm që nuk do jetë në zyrë, po nuk e dim se ku do jetë në kuptimin e kohës. Kërkojnë kaq shumë investime, sa që kur zotin Trump e pyetën në avion, do i thanë se cilat kompani kanë shprehur interes për të hyrë në Venezuelë tash që u çlirua nga Maduro, e ndroi muhabetin dhe nuk ishte në gjendje të përmendte absolutisht asnjë kompani që ka shprehur interes. Do të thotë që interesi i kompanive amerikane patjetër që është aty. Chevroni është prodhon 300.000 fuqi. Chevroni është një situatë të veçantë, sepse në momentin kur u bë shtetësimi i pasurive të naftës nga Chavez, Chevroni gjeti një mënyrë se si të merrte leje edhe nga sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të negociojë edhe një marrëveshje me Chavez dhe ka qenë dhe është dhe do vazhdojë. Por prodhimi i Chevronit është shumë i kufizuar dhe ajo që pritet me investimet e pritshme të llogaritura, ajo që thotë edhe Marco Rubio, sekretari i shtetit, do të jetë një prodhim shumë i madh, që do të ndikojë rrezik edhe në çmimin botror të naftës, por është një duva e 7, 8 apo 10 viteve që vijnë. Ndërkohë, sot që flasim, vënia dorë mbi naftën e Venezuelës dhe si vendi që ka rezervat e provuara më të mëdha në botë, ka të bëjë thjesht edhe vetëm me të ashtu quajturin petrodollar dhe nevojën që kanë amerikanët për të mbajtur kontrollin e shitjes së naftës në dollar. Historia e kuotimit të naftës në dollar është jashtëzakonisht e rëndësishme jo vetëm për ekonominë amerikane që është primare, mban në këmbë nëse do të vazhdojë tendenca ku vendet e BRICS do të vazhdojnë të tendencë për të shitur dhe blerë naftë në moneda të tjera përveç dollarit, borxhi sovran i Shtetit Bashkuar të Amerikës do të shkojë në një spirale rënjeje të jashtëzakonshme dhe gjithë ekonomia amerikane do të ketë një krizë financiare të paparë që do të përkthehet pastaj edhe në gjithë globin. Kështu që madje thuhet që edhe ndërhyrja në Irak ishte për shkak sepse Sadami filloi të shiste naftën jo me dollar, me euro, me Shumë saktë. Sadami filloi të krijonte rezerva në euro në shitjen e naftës dhe shumë e vërtet është pothuajse një njëjti fenomen. Tash historia e petrodollarit është që në vitin shumë e hershme se fillon që me Bretton Woodin. Po zakonisht këto kriza të mëdha janë shumë të hershme.
Se fillon që me institucionet e Bretton Woods, ku u ra dakord që gjithë monedat e botës do të mbështeteshin ke dollari dhe dollari do të mbështetesh ke floriri, ku një ounce 28.35 gram shkëmbet me $33 në atë kohë. Sot një ounce ka vajtur $4.000, sa për referencë, edhe më shumë, edhe është në ngjitje. Kështu që në vitin 1971, duke qenë amerikanët kaluan luftën në Vietnam, ose ishin në luftën në Vietnam, u angazhuan në projekte infrastrukture të jashtëzakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në projekte social-kulturore, filluan printonin pa hesab para dhe De Gaulle i Francës në atë kohë e nuhati që kishte më shumë para në qarkullim se sa kishte floririn në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kërkoi floririn dhe dërgoi luftanie në gjirin e New Yorkut dhe u ngarkua një pjesë e floririt nga New Yorku dhe nga Fort Knoxi dhe vajtin në Francë. Floriri natyrisht i takonte dhe filluan shumë shtete tjera që kishin dollar letër, t'i kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës na jepni floririn që na takon në bazë të marrëveshjeve që ekzistojnë. Në gusht 15 gusht 1971 Nixon shpall ndërprerjen e ekuivalencës së dollarit letër me floririn. Ky vuri dollarin në pozitë jashtëzakonisht të vështirë, filloi zhvlerësimi i dollarit. Dhe pastaj në 72-73 kemi atë embargon e naftës nga vendet e OPEC-ut që prodhoi një krizë të jashtëzakonshme në perëndim për kërkesën për naftë. Dhe thuhet që është mjeshtria e Kissingerit, por edhe kam përshtypjen e ka emrin William Simon, sekretari i Thesarit, i cili arriti në qershor të vitit 1974 të bëjë një marrëveshje me Arabinë Saudite si një nga vendet më me influencë në OPEC, që mund të diktonte edhe vendeve të tjera, që Arabia Saudite nuk do shiste naftë në asnjë monedë tjetër përveç se në dollar. Dhe kjo bëri që kërkesa për monedhë amerikane të rritej në gjithë botën, pra nëse Shqipëria, fjala vjen në atë kohë, po themi si shembull, do të blinte naftë në tregun botëror, do duhej që të shiste një gjë në dollar, që të kishte dollar, që të kishte mundësi të blente naftë. Dhe kjo bëri kërkesën për dollar të jashtëzakonshme dhe i dha mundësinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përveç se ishte monedha e rezervës botërore që u caktuajnë në Bretton Woods, i dha mundësinë amerikanëve që printonin para pa hesab, pa i kërkuar llogari njeri dhe pa u ndjer. Dhe pa pasur lidhje me ekonominë e tyre. Me ekonominë, sepse dollarët që fitoheshin nga Arabia Saudite dhe nga shitja e naftës në bazë të marrëveshjes i riqarkulloheshin prapë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose përmes shitjes armëve që i garantuan sauditët që do i furnizojnë me armë që të mos i gjente gjë nga ana e sigurisë dhe mbrojtjes. Edhe nuk ishin në gjendje me F-35 të bënin zap hullhit me çorape, me shapka. Dhe blerjen e derivateve financiare në tregun financiar të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, pra gjithë këto para që fitoheshin nga shitja e naftës, ose bleshin armë, ose riqarkulloheshin në sistemin financiar amerikan përmes derivateve financiare, ose bleshin pastaj pasuritë jashtëzakonshme, luksi, vila, rezorte, jahte e kështu me radhë. Kështu që për sa kohë vazhdonte kjo skem, çdo gjë ishte në rregull. Dhe është edhe një moment tjetër jashtëzakonisht interesant që përputhet eksakt me aty ku doja dilja për situatën e sotme. Përveç këtyre të tjerave, kemi vizitën e Nixonit dhe të Kissingerit në Kinë, ku në pamjet parë dhe gjithë sa qarkullon është për t'ju kundërvënë superfuqisë tjetër, për të krijuar një ekuilibër dinamik në shpërndarjen e fuqisë, e kështu me radhë. Po një nga arsyet kryesore të vizitës në Kinë të Nixonit ka qenë kultivimi i varësisë kineze ndaj dollarit amerikan. Pra, ndikimi për hapjen e Kinës dhe kthimin e Kinës në një workshop, në një punëtori për të prodhuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës mallra me cilësi me një çmim të ulët, fillon që aty dhe Kina nga ajo kohë dhe deri më sot ka qenë nga shtetet që ka shitur më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në të njëjtën kohë dollaret që ka fituar i ka riinvestuar përsëri në Amerikë, ose vetëm studentët që studiojnë nga Kina në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë llogaritur në miliardë dollarë. Pagesat që ata bëjnë në universitete, për atë që jetojnë, e kështu me radhë. Dhe për të mos thënë pastaj për këto derivatet financiare që blejnë bono thesari, të cilat deri vonë kanë qenë investimi më i sigurt nga kushdo në botë, sepse ishin të garantuar nga qeveria amerikane. Ka dy tendenca për ta shpjeguar. Një është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë tepër arrogant dhe hubri në marrëdhëniet e tyre me shtetet e tjera, filluan të përdornin epërsinë e tyre financiare, duke pasur dollarin si rezerva botërore, për të imponuar vendime politike duke u bazuar në sanksione ekonomike. Pra, ajo që quhet weaponizing, militarizimi si thua i aseteve financiare. Nga ana tjetër, vetë rritja e Kinës, e Indisë, e Brazilit, e Indonezisë prodhon një situatë
ku këto shtete janë më të interesuar për të mbrojtur interesat e tyre kombëtare duke filluar të tregtojnë në monedat e njëri tjetrit dhe pa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë moment, kriza po i afrohet kufive maksimal që mund të tolerojë ekonomia amerikane. Kështu që vënia dorë mbi naftën e Venezuelës nuk ka të bëjë me mirëqenien e Amerikës për shkak të naftës, ka të bëjë me kontrollin e naftës se ku shkon nafta. 80% e naftës venezueliane shkonte në Kinë. Shkon në Kinë. Pra, këtë e tutje, nëse deri dje ata e kanë blerë me të themi ose me yuan ose me çmime më të ulta ose me kredi që i ka dhënë Kina, se edhe ky është një aspekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, janë rreth 67 miliardë dollar që Kina i ka dhënë kredi Venezuelës që nga viti 2007 deri tani, nga cilat pothuajse 40 miliardë janë written off, domethënë pothuajse janë humbur. Dhe tashi diskutimet i bëhen nëse a mund të marrë 10 apo 20% të atyre 17-18 që kanë mbetur. Në të njëjtën situatë janë edhe më keq se Sudja. Në të njëjtën situatë janë edhe rusët për të kamur dhe goditja më e madhe nga ana psikologjike që jepet kinezëve është brez dhe rruga, iniciativa një brez një rrugë. Rreth 16% e fondeve që janë harxuar për këtë iniciativë janë harxuar në Venezuelë, të cilat praktikisht me këtë që po ndodh sot, me kontrollin që ushtrojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe këtë mund të quhet e humbur nga kinezët për të rikthyer. Nuk janë kaq thjeshta gjërat, nuk është se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në këtë situatë ku mund të bëjnë çfarë të duan pa u sfiduar, sepse ka të dhëna që kinezët po bëjnë edhe ata atë që dinë të bëjnë më mirë duke ose nxitur, ose organizuar, ose bërë vetë sulme kibernetike në zonat caktuara të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por kryesorja duke luajtur me tregjet financiare. Për shembull, kohët e fundit, domethënë mbas kësaj, vjet re një luhatje e madhe në tregun e argjendit dhe kinezët kanë rreth 60% të rezervave të argjendit. Argjendi çuditërisht në thonjza na qenë ka minerali apo metali kryesor që përdoret në inteligjencën artificiale, në makinat me korrent, makinat elektrike, dhe në pjesë të tjera që kanë bënë me industrinë ushtarake, sepse na qenë që është përcjellësi më i mirë i korrentit se sa çdo gjë tjetër dhe pas tij vjen bakri. Kështu që kinezët e përdorin njerëzakonisht shumë në industrinë e tyre të inteligjencës artificiale. Çka është një nga pikat kryesore të konkurrencës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe që është, si thuash, objekti, subjekti, apo çështja, apo investimi që mund ta çojë botën në një krizë financiare shumë shpejt, sepse investimet për inteligjencën artificiale janë kolosale, ndërkohë që deri më sot nuk është se i është gjetur në një përdorim i madh, pra kur vi puna që do maturohen ato parat që janë marrë borxh për të zhvilluar inteligjencën artificiale, se me çfarë do ju shërbehet njerëzve, është një pikë pyetje e madhe, sepse thuhet me të qeshur që inteligjenca artificiale përveç se i ndihmon studentët që të gënjejnë provime, nuk është se po kanë një përdorim tjetër më të madh, ose kurioziteti i dikujt që nuk ka punë dhe fillon të bën, nuk është se vërtet po materializohen ato pritshmëritë e jashtëzakonshme. Më ka ndodhur mua me sa miq që mbasi më kanë thënë që ora e morë vesh filanin, ta kam thënë para një viti, kam thënë pa inteligjencën artificiale. Është vërtet një ende, ndoshta është ende foshnje, po unë nuk shikoj ndonjë, përveç se memeve, nuk po shikoj ndonjë tjetër ku përdoret më së kësaj. Eksakt, përveç gjenerimit të këtyre memeve apo dhe deep fake, këto videot që si quhet, prodhohen falso, domethënë me informacione falso. Jo për të minimizuar vlerën që do ketë inteligjenca artificiale në të ardhmen, po për të vënë në duke mos përputhje në ritmin e zhvillimit. Pra nëse janë investuar $100 miliardë që pritet të jepnin prodhim, le të themi mbas 10 vjetësh, dhe mbas 10 vjetësh të $100 miliardë të investuar në inteligjencën artificiale, nuk do t'japin ato që njerëzit shpresojnë apo pristin, atëherë me çfarë do paguhen? Kur nuk kanë me çfarë të paguhen, bën kresh edhe domethënë shëmbet sistemi financiar. Kjo bashkë me veprimet të tjera si stam për naftën, qofse nafta dhe BRICS do të vazhdonte të este rrugën e vet duke bërë shkëmbimin e naftës me moneda të tjera, rupi si blen indianët nga rusët apo kinezët nga rusët që blen me yuan edhe me rubla, do të dobësojë jashtëzakonisht shumë sistemi financiar amerikan dhe me 38 që po shkon 37 diçka miliard dollar borxhi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe na më preokupante është që në qoftë se brenda një kohë shumë të shkurtër, le të themi 6-7 muaj, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do jenë në gjendje që të gjejnë 2 deri në 3 trilion
blerës për 2 deri në 3 trilion dollar, ekonomia amerikane do ishte në pozitë shumë të vështirë. Blerësit e borxhit në dollar janë edhe këta që do të përdorin dollarët për të bërë tregti me njëri tjetrin. Pra, nuk është se vërtet unë apo juve do blej aksione një tjetër, po të rritet kërkesa për dollar dhe një nga mënyra se si mund të rritet kërkesa për dollar është vënia dorë mbi burimet e naftës. Mendohet edhe një ndër arsyet në Venezuelë ku amerikanët kanë blerë me çmime cop bonuset e thesarit venezuelian dhe tashti do ta detyrojnë që ti paguajnë çmime shumë të larta këto bonus thesari. Kam përshtypjen që gjithsa po bisedojmë do të jemi në një pikë ku mundet të kemi një pamje më të qartë gjatë ose pas vizitës së zotit Trump në Pekin në prill të këtij viti. Është një vizitë e lajmëruar që do zhvillohet dhe shumë ngjarje që po ndodhin sot në botë mund të vendosen edhe në sfondin e kësaj vizite të pritshme. Pra, besohet që zoti Trump do të tentojë një grand bargain, një marrëveshje të madhe, gjithëpërfshirëse, se për çfarë do bien dakord dy të mëdhenj të kësaj bote. Përfshirë dhe Rusin? Jo. Në këtë rast nuk besoj se Rusia është pjesë e skemës patjetër, por nuk është pjesë e grand bargain që mund të arrijnë. Jo, pjesë e skemës, një ndër bisedat. Problemi më i madh që kanë amerikanët dhe perëndimi në përgjithësi është që nga ana psikologjike nuk e pranojnë dot Kinën dhe Rusinë si të barabartë. Janë aq arrogantë dhe hubri dhe mendjemdenj, sa që nuk e shikojnë dot që Kina dhe po të shikosh shpesh në propagandën e tyre përshtypja për kinezët është që kopjatës të këqij, ta nuk din asnjë gjë, ta vetëm na kopjojnë neve. Nuk e pranojnë dot që ka ardhur koha që dhe ato që dikur quheshin verdhacukët apo të smurët e Azis apo siç e kanë parë me sytë e mi parku në Shangaj e kishin ruajtur atë tabelën ku thuhej se qenë kinezët nuk lejohen të hyjnë këtu. Domethënë këto kora kanë marrë fund një herë mirë dhe kush jeton në perëndim akoma me ëndrrën që kinezët nuk dinë, kinezët nuk bëjnë, kinezët janë inferior, e ka gabim sepse do të përballet me një realitet shumë të ashpër, sa më të barabartë të trajtojnë shtetet njëri tjetrin, aq më mirë. Sa më me respekt. Me respekt, bravo. Kjo është fjala me Ambasador, jemi në një pikë që Amerika më duket e përsaktoi zonën e saj të influencës, ose më saktë i tregoi kinezëve që nuk duhet të futen aty ku ka vendosur kufirin, që është Amerika Latine dhe Europa Perëndimore, ndoshta, mendoj Europa Perëndimore, më tepër duke detyruar perëndimorët që se çfarë rrugë do ndjekin. Kina më duket se e pranoi këtë sepse një analist ushtarak thoshte fakti që kinezët kanë vetëm 2 baza jashtë Kinës, ndërsa amerikanët 800, Amerika është ende në gjendje të imponohet Kinës. Do ta pranoj Kina këtë që mos futet në Amerikën Latine, mos futet në Europën Perëndimore, pra në atë që e quajmë hemisfera perëndimore politike, jo gjeografike. Që kam përshtypjen që me të ashtu quajturën doktrina dhe diçka mori fund jugu i famshëm që thon këta që tash i shkoi jugut, thot Rusia edhe Kina. Nuk besoj se jugu merr fund kaq kollaj sepse i lidhin interesat jashtëzakonshme, nuk është çështje dashurie Indonezia me Brazilin apo India me Kinën, po shikosh shumë shpesh e gjejnë veten më afër njëri tjetrit se sa më larg për shkak të atij problemit kufitar që kanë lënë britanikët nga mbrapa në malet e Himalajës. Po e para se kam përshtypjen që me doktrinën Monroe spekulohet shumë. Jo se unë jam në një lexues kushtet çfarë i vëmendshëm, po kam përshtypjen që tre çerekuj atyre që flasin për doktrinën Monroe as nuk e kam parë ndonjëherë se si duket domethënë dhe ajo që mendoj unë për doktrinën Monroe e para Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën e Monroe në 1823 ishin një shtet që sapo kishin dalë nga zgjedhja koloniale dhe ishin një fuqi revolucionare në kuptimin e fjalës të asaj kohe. Pra ishin kundër imperializmit, kundër kolonializmit dhe në hartës është kjo Amerikë që shohim sot. Eksakt. Dhe tendenca ishte për t'i thënë europianëve, lërini të qetë vendet pavarura të Amerikës Latine që të zhvillohen vetë pa ndërhyrjen tuaj. Dhe në rast se juve do tentoni, ne jemi garantor të pavarësisë dhe të sigurisë së këtyre vendeve që ata të zhvillohen vetë. Ajo që të thuhet sot, pra ishte një politikë, le themi, internacionaliste, jo benevolente, jo kolonialiste. Gjërat ndryshuan disi me luftën Amerikë-Meksik në 843-845, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndjenin veten shumë më të fuqishëm dhe nuk ishin më gradualisht, po
po trasheshin nga fuqia dhe nga pushteti dhe nga pasuria, dhe ka një qëndrim tjetër në ato vite ndaj Amerikës Latine që mund të jetë më afër kësaj që thuhet sot. Por ajo ndërhyrja që desha të bëjë është që origjinal doktrina Monroe nuk është kjo që e përshkruajnë sot, që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë të drejtë bëjnë çfarë të duan në oborin e tyre të marrën, se kjo është e jona. Sepse është shumë interesante si funksionon propaganda. Domethënë, këto ditë të fundit i është dhënë vend një thënjeje të Donald Rumsfeld, sipas të cilës ne nuk kemi faj që Zoti naftën tonë e ka futur poshtë tokës të tjerëve. Të më thënë dhe jam munduar, kjo i atribuohet Rumsfeld, jam munduar të vërtetoj autenticitetin dhe nga 99 burime, nga 100 më rezulton që është e sajuar. Por ama, po që se unë do të transmitoj tyja dhe shikusve këtu, apo tjetër, që këtë e ka thënë Rumsfeld, 60-70% apo 20-30% apo 1% jetë saktuar njerëz do ta marrin si të mirë qenë, edhe do ja thënë shokëve të tyre, dhe kështu krijohet opinioni, dhe kështu krijohet ajo pattern, forma se si komunikojnë njerëzit. Nuk është e vërtet. Natyrisht që Donald Rumsfeld, kur vajte në Irak, ishte shumë i dhënë mbas naftës së Irakut, dhe ka thënë ai apo presidenti Bush në atë kohë, që populli amerikan mos shqetësohet se çdo shpenzim që kemi bërë për luftën do ta paguajnë irakenët me naftën e tyre. Diçka në këto linja është thënë. Po jo që të thënë që Zoti futi atje dhe nuk është faji jonë, se ne do kemi naftën tonë. Po tash Zoti Trump tha që nafta Venezuelës është e jona, se ne kemi bërë investimet. Njëjtën gjë kanë thënë anglezët në Iran, kur i nacionalizoi Mossadeku, thanë që ata të poshtit po marrin naftën tonë, ne... Shumë interesante kjo psikologjia. Psikologjia dhe këto memet marrin shkas nga një situatë psikologjike që ekziston në mjedisin e këtyre kombëve që i shikojnë tjerët nga lart poshtë, si që shikojnë tash perëndimorët kinezët apo rusët, që nuk ka vlen që të merresh me ta se ata janë inferior, dhe ata duhet bëjnë çfarë t'ju themi neve. Nëse do të vazhdojnë me këtë lloj mentaliteti, bota do të kalojë në situata të vështira. Për sa i përket se pyetja juaj kishte të bënte me influencën kineze apo marrëdhëniet kineze me Amerikën Latine. Dhe në përgjithësi, a Trumpi, duke mos qenë në gjendje të qeveriste botën, Amerika, se s'ka më fuqi, të paktën tha që shiko, kjo hemisfera perëndimore politike është e imja mos fusni më hundët. Përfshi dhe Amerikën Latine. Kështu është, por do pak kualifikime, se Zoti Trump nuk thot që është e imja do bëjun çfarë dua, po thot ajo që doni të bëni juve mirë është konsultohet dhe me mua. Që do të thot? Në qoftë se Kina blen 1/3 në bazës vetë ushqimore që ushqehen në dhënje të vegjël, pra në qoftë se han 3 vakte, se kinezët han 2 më duket. Por në qoftë se han 1 vakt e blen nga Amerika Latine. Kinezët. Aq e rëndë është varësia e Kinës nga Amerika Latine. Për të poshtën pastaj për mineralet, për argjendin, si stash pak më përpara, apo koltanin që përdoret për prodhimin e baterive litium e me radhë. Drurin. Kështu që varësia është shumë e madhe. Zoti Trump nuk është i interesuar që të mbysi, safokoj ekonomi, është besoj unë në favor të zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike, po me përfitim për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, nuk besoj se që sot e tutje do ta pengoj Kinën që të marrë naftë nga Venezuela, por ta blenë në dollar. Në rast se Kina sot blen, nuk e di, 25 milion ton metrik soja në Brazil, dhe Kina e blen nga Brazili për të hakmarrë pse Amerika i vendosi tarifa, nuk është se është më e mirë apo më e lirë soja e Brazilit. Kështu që Zoti Trump mendoi, bëm akiqësh i mendimit, sa ku e blen në Brazil, ktheu ke fermerët amerikanë dhe bleja atje ku e ka pas blerë më përpara. Pra nuk është se do ta strangulojë, ta mbysi ekonominë kineze përmes bllokadave, por bazuar në ca rregulla të tjera ku dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesat e tyre. Ti nuk do bësh rrugën e vendafshit që vjen deri në Itali, sepse më shmang kontrollin e deteve të mia, por do kalosh tu kontrollin e detet. Kjo është pikë me dy presa, sepse pikërisht qëndrime të tilla kundërvendëse kanë bërë që shtetet e jugut, ashtu quhetura Global South, shtetet e jugut, kanë krijuar ato institucione që të merren vesh me njëri tjetrin duke anashkaluar institucionet perëndimore. Pra, institucionet perëndimore nuk besoj se ndjekin rrugën më të logjikshme, duke thënë o me ne o ju vdiqet, sepse sot nuk është koha e 1800-s apo 1920-s.
Apo dhe qoftë edhe 1970, kur në përplasjen e veriut me jugu dështoi turpshëm për 1 milion arsye, që është një temë goxha interesante për cilën pak flitet, se në 1970-ën, mbas dekolonializimit, pat një lëvizje të jashtëzakonshme nga jugu për t'i thënë veriut që shiko se ju vareni nga lëndët tona të para. Po, i thanë këta dhe pastaj i stranguluan me 1 milion mënyra të tjera, diku me korrupsion, diku me revolucione, diku me grushte shteti, gjërat të zakonshme. Në sistemin bankar, me gjë. Kështu që pra, si thash, jo se do ta bllokojnë tregtinë e naftës, por e tuan në dollar. Jo se ti bllokojnë mineralet e tjera që marrin nga, por do t'i në bazën e interesave reciproke. Do po thosha për institucionet ndërkombëtare të bashkëpunimit. E përsëris që nuk është më koha ku Perëndimi mund t'ju imponohet lehtësisht të tjerëve, sepse lindja e BRICS-it ishte një tregues ku bota bën edhe pa institucionet perëndimore, dhe vërtet që ka një levë të jashtëzakonshme Perëndimi për të luajtur kundër tyre, por nuk është e pamundur që ato të mos kenë sukses edhe nga bashkëpunimi me njëri tjetrin. Ajo që është shumë interesante për të vënë duke nga BRICS-i, në gjykimin tim, është që BRICS-i është më shumë reagim kundër përgjigje se sa është iniciativë për të sfiduar. Pra në momentin kur Amerikanët e nxorën Rusin nga SWIFT-i, kur e përjashtuan nga sistemi bankar, ata filluan të kërkojnë mënyra të tjera për të bërë transfertat bankare me Kinën e me vende të tjera. Kanë krijuar një sistem tjetër bazuar në bankat kineze, kanë përshtypjen. Kështu për të qenë fair, për të qenë i drejtë dhe i ndershëm, nuk është se rusët i thanë sikter SWIFT-it dhe do tregtojmë ndryshe. Ishin këta që e detyruan. Pra, kemi të bëjmë gjithmonë me një action-reaction, një veprim kundër veprim, dhe koha nuk është më që Perëndimi të imponoj aq lehtëshëm sa që ka imponuar pak më përpara. Ambasador, duhet ju bëj 2 pyetje të cilat ndoshta edhe shmangen pak nga tema që ka të bëjë me luftën në Venezuelë, por edhe me ndikimin në Shqipëri, edhe në Ballkan, ku do vi shumë shpejt. Por duhet ju bëj një pyetje e cila ka lidhje edhe me jetën tuaj. Juve keni studiuar në Kinë, pra e njihni shumë mirë psikologjinë kineze. Mendoni që ky do të shekulli i Kinës? Varet se si, domethënë, kinezët nuk janë imun nga gabime trashanike që mund të bëjnë, por në rast se dhe a do filloj dhe Kina të ndjej sëmundjet që ndjejnë perandorit kur fillojnë në trashen? Jo, pyetja është shumë interesante, më mundon edhe mua shpesh për të krijuar një ide më të saktë, dhe nuk e di nëse keni vënë re apo jo, unë vetë i përkas një kampi të mënyrës të menduar që e konsideron veten realist strukturor në kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe në këtë këndvështrim Kina nuk ka asnjë dallim nga gjithë shtetet e tjera. Sipas kësaj teorie që bazoj unë në arsyetumet e mia, shtetet nuk dallojnë fare nga njëri tjetri në politikën e jashtme, nga sistemi politik në cilin ndodhet, apo nga filozofitë qeverisë brenda vendeve. Shtetet janë gjithë njësoj, janë të barabartë, pa një hierarki, janë të një natyre anarkike, dhe në një natyrë anarkike gjithse kush i mundohet që të siguroj mbijetesën e vet duke u bazuar ke fuqia, sa i fuqishëm të jetë, aq më të garantuar e ka sigurinë e tij. Kjo prodhon pastaj tensione dhe fërkimet midis shteteve. Ajo që do t'i shtoja kësaj gjëje kur vjen puna ke Kina, kualifikimin, shpesh mendoj që kinezët për shkak të filozofisë së tyre konfuciane, përzierje budiste, barazitizmit, se Kina është vend shumë interesant, domethënë nuk e di se çfarë vlere mund të ketë, po të jap dy të dhëna. Në qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata që janë në pushtet sot, janë bitë atyre që kanë qenë në pushtet para 20-30 vjetësh, në një përqindje, le të themi 56-7%. Në rastin e Kinës, ata që janë në byron politike, vetëm 1 apo 2% i kanë pasur prindët anëtarë të byros politike apo të komitetit qendror. Nuk e di çfarë mund të tregoj kjo me 2 fjali që po shkëmbejmë bashkë, po për mua tregon. Dhe po të shikosh, Kina ka të njëjtin sistem promovimi që ka pasur edhe para 2000 vjetësh, edhe para 2500 vjetësh. Tashi quhet Gaokao, provimi për të hyrë në universitet, në atë kohë quhet provimi shtetëror, që ti mund nga fshatarin nëse di e shkrim me këndim dhe kaloje provimin mund të bëhesh funksionar shteti. Është pothuajse një njëjti sistem, është një njëjta mënyrë arsyetimi, që ti të bësh përpara një ti do të kalosh këtë provim dhe pastaj në këtë këndvështrim mënyra e arsyetuarit e kinezëve është disi ndryshe.
Për shembull, për mendimin tim, dhe shumë faleminderit që vuten duke eksperiencën time me Kinën, ta bëj këtë që po them më të besueshme. Kemi Kinën dhe Tajvanin. Kemi nevojë, kemi nevojë për ekspert që e njohin këtë perandori të re që po lind, veç që e njohin nga brenda, se nga jashtë po bëjnë shumë spekullime, por është një perandori që Eduard Luttwak e quante rizgjimi dragojit. Pra, kemi të bëjmë me një komb i cili ka një të kaluar perandorake, por ai thoshte nuk e ka në ekspansion, po e ka në asimilimin e atyre që vinë. Qoftë edhe ata që e pushtojnë, mongolët, e pushtuan Kinën, Kina i asimiloi, i bëri dhe perandor. Por mongolët u bën si kinezët, jo kinezët u bën si mongolët. Pra, është një kulturë sui generis që mungon ekspertiza sot në perëndim, një ekspertizë e vërtetë, sepse po shkojnë kinezët të studiojnë në perëndim, të njohin kulturën e perëndimit. Jo perëndimorët të studiojnë në Kinë që ta njohin nga brenda Kinën. Dhe jemi duke folur për një vend i cili tha do kemi një pakërënje, tha do rritemi vetëm me 5%. Në një kohë që bota po rritet me 0.1% ose 0 fare. Shikoj, jetojmë në një botë shumë të çuditshme ku media kryesore ka humbur çdo lloj vërtetësie apo objektiviteti. Është në shërbim total të hapur, naked, zbuluar, lakuriq fare, në shërbim të elitave, dhe jo në shërbim të funksionit saj kryesor, për cilën të paktën ne që vinim nga diktatura në Shqipëri kemi ndërruar që shtypi ndërkombëtar, shtypi botëror është simboli i vërtetësisë dhe objektivitetit. Unë nuk vëre, duke i lexuar në original deklaratat e Xi Jinpingut në lidhje me Tajvanin, që të ketë ndonjë ndryshim nga ato që ka thënë Deng Xiaoping apo Hu Jintao apo gjithë liderat kinezë që nga marrëveshja e Shangajit, deklarata e përbashkët e Shangajit e Kissingerit me Chou Enlai në vitin 1972. Kinezët e kanë në formë gjenerike që ne do luftojmë për bashkimin e vendit e tjera. Në perëndim, në momentin që dëgjojnë që Kina do luftojë për bashkimin e vendit, thonë Kina do sulmoj Tajvanin. Dhe për mua nuk pretendoj fare që të di gjërat mirë, po intuita bën që të bashkosh ca pika dhe ta shikosh nëse është pëllumb apo pallua apo kal apo ujk. Dhe po të bashkosh pikat e të menduarit kinezëve, si ka mundësi që kinezët do të donin të shkatronin Tajvanin, sepse që ta pushtosh Tajvanin do ta shkatrosh. Nuk ka operacion që tajvanezët thonë po miserdhet juve këtu tash dhe hajde po ndryshojmë. Ti do ish në luftë. Dhe si mund të mendohet që dikush në Kinë është i interesuar që të shkatërrojë një mrekulli siç është Tajvani? Nuk bën logjik, nuk bën sens. Pse do duhet të shkatërrojnë një gjë që ata mendojnë? Dhe kjo është ajo që do duhet njerëzit të kenë pak më shumë vëmendje, është shprehja durim strategjik. Kinezët kanë një shprehje që ndoshta në shqip nuk tingëllon dhe aq, por në kinezë tingëllon goxha. Durim strategjik që do thotë prit se koha është në favorin tonë. Dhe Kissingeri ka një shprehje, ajo që ne llogarisim me vite, kinezët llogarisin me dinasti. Dhe po të shikojmë në gjithë historinë e botës, vetëm 100 vjet ka qenë Kina në disgrace, në fatkeqësi, nga gjithë kjo histori. Në 842 kur bë lufta e opiumit, lufta e parë apo e dytë, ishte 25% e prodhimit botëror, apo le të themi 20% e prodhimit botëror. Pra ka qenë superfuqi ekonomike që në atë kohë. Kështu Kina është më shumë rikthim dhe është vetëm një mospranim kulturor i perëndimit që nuk don ta pranojë që dhe ata kanë një civilizim të tyre dhe mundohen ta projektojnë që zhvillimi i Kinës do të jetë hegemoni mbi ta. Deri më sot nuk rezulton që të ketë në një tendencë që Kina të ushtrojë në hegemoni mbi kulturat e tjera, përkundrazi shprehet në favor të barazisë së kulturave. Por, sikurse edhe rusët, sikurse edhe ne në fundit, për atë që jemi kërkojmë të respektojmë, pastaj ai arrin dot apo jo, ne më pak. Ne kemi marrë dhe për kot, sepse themi që gjua shqipe. Okej, por domethënë respekti që kërkon identiteti nacional i njerëzve është diçka që nuk mund ta nëpërkëmbësh. Domethënë dhe do të kalojë nëse ndonjëherë do arrihet që kinezët të harrojnë se çfarë kanë hequr në duart e perëndimorëve që nga 800 për 100 vjet. Domethënë në këtë fush jemi disi pa barabartë në kuptimin që se fusin veten këtë perëndim. Prandaj e përmend ambasadori njohjen e Kinës, sepse shumë ekspertë perëndimorë thonë pikërisht këtë, nuk janë në gjendje perëndimorët të kuptojnë diplomacinë dhe kuptimin e holl që ka fjala në kinezë, po them, pra. Besoj që ka goxha domethënie në këtë që sapo thatë dhe
Janë një civilizim ndryshe. Flasim për një civilizim 3000 sa vjeçar. I cili është pa shkëputje, se civilizimi jon nga Helenë dhe Romakët pati goxha shkëputje. Problemi është në momentin që i shikon nga lart, si të pabarabartë, patjetër që gjykimi nuk do ishte ai më i mirë. Po të fillosh të gjykosh si të barabartë, fillon e krijon një përshtypje tjetër. Dhe reciprokisht, jam i sigurt që edhe ju keni jetuar jo pak jashtë shtetit dhe keni ndjerë se si kur të shikojnë nga lart se si sillesh kur të trajtojnë si të barabartë. Është një gjë që ti nuk e thua dot me fjalë, po ti e ndjen në lëkurën tënde ambientin në cilin po diskuton se si po të trajton, domethënë. Ajri ta jep përshtypjen më një herë. Ambasador, rusët thonë që kur Nikita Khrushchev shkoi për vizitë në Kinë dhe u kthye byroja politike e pyeti si ishin kinezët, dhe Nikita Khrushchev thotë kinezët ishin kinezë. Çka tregon një lloj superioriteti, racizmi me cilën rusët i shohin kinezët. Dhe shumë veta i quajnë këtë një aleancë panatyrshme midis dy vendeve të cilat kanë pasur edhe përplasje me armë për çështje kufiri. Kinezët e konsiderojnë Siberin të tyre, hartat e fundit që kanë dalë nuk e quajnë më Vladivostok apo siç kanë qytetet e tyre në lindjen e largë me rusët, po kanë filluar i quajnë me emrat kinez të dikurshëm. Kjo aleancë kundër amerikanëve mund të funksionojë dhe a mund t'ja dalë Trumpi që t'i bëj për vete rusët, siç mendohet që është edhe politika e tij, të mbyll luftën në Ukrainë që të bëj për vete rusët. Për të hyrjen me Khrushchevin, kam përshtypjen që ka një diferencë fondamentale, themelore, midis marrëdhënieve të Bashkimit Sovjetik me Kinën. Pra, për sa kohë kanë qenë marrëdhënie ideologjike, rusët, pra po them Bashkimi Sovjetik, ka qenë shumë herë më ideologjik se sa kinezët. Kinezët kanë qenë më pragmatik. Kanë qenë dhe më të egër, po të kujtojmë 57-ën, kur është bërë mbledhja e partive komuniste në Moskë dhe Khrushchevi u akuzua nga kinezët se po zbuste luftën e klasave në arenën ndërkombëtare, pra po bënte bisedime me amerikanët, dhe Mao Zedongi thotë që ne s'kemi pse të trembemi nga ata se do vdeshin 350 milion kinez, po 350 milion tjerë do vazhdojnë përpara dhe në atë kohë ka origjinën, kam përshtypjen të fjalë si imperializmi është tigër prej letre. Por episode si këto ka sa të duash, në substancë kinezët kanë qenë më pak ideologjik se sa rusët në raport me doktrinën komuniste. Marrëdhënia midis dy vendeve nuk ka asnjë gjë, historia tregon që nuk ka asnjë gjë të dhënë një herë për gjithmonë në marrëdhënien midis dy vendeve. Nëse para 200 vjetësh territoret kanë qenë kineze 1.5 milion kilometër katror dhe më pas u bën ruse dhe më pas mund bëhen kineze apo ku diun se çfarë japoneze, nuk ka asnjë gjë të dhënë një herë për gjithmonë, çdo gjë ndryshon. Nga ecuria e deri tanishme dhe për të ardhmen e parashikueshme, që unë quhet ardhmen e parashikueshme deri në 2050-ën, nuk besoj që Trumpi dhe pasuesit e tij do jenë në gjendje që të bëjnë kthesa të mëdha rrënjësore në raportet midis Kinës dhe Rusisë, sepse tendenca e sotme e Shtetit Bashkuar të Amerikës është që të frenojnë, përmbajnë Kinën, apo ka shumë kokrisur edhe në radhët e amerikanëve, edhe në ushtri, edhe në politik, që thonë t'i gjujmë dhe t'i asgjësojmë herë mirë që mos kemi më probleme ta. Dhe për të arritur këtu, radha e punës ishte Rusi, Iran, pastaj Kinë. Pra, nëse kinezët e dinë që mbas rusëve dhe Iranit e kanë radhën ata, ku t'i shkon në mend që ata do ta lëshojnë Rusin, që t'i vjen radha atyre pastaj. Pra, mënyra se si bëjnë politikë Shtetet Bashkuara të Amerikës sot, në raport me si bënte politikë Kisingeri, janë gjëra krejt ndryshme dhe prandaj Kisingeri bën pjesë në ato, nuk dua ta hiperbolizoj si figurë, se dhe ai është shumë komplekse me gjithsa ka jetuar e ka bërë, por kishte aftësinë që shikonte shumë larg në diplomaci dhe në angazhim, shikonte dekada të tëra më larg. Sot kam përshtypjen që edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë shumë të interesuar zgjedhjet e nëntorit, zgjedhjet e ardhshme në shtetin X, dhe kjo i pengon që të mund të bëjnë parashikime apo politika afatgjatë që të mund të arrijnë në atë rezultat që sapo thatë juve të ndajnë këtë nga ai për të bërë këtë më vete. Kam idenë që u treguan edhe pak mendje lehtë. Mendonin që Rusia mezi po priste që t'i hidhnin këta një kockë dhe të braktiste Kinën, të lindte luftën. Do të thënë
pati një lloj mendjelësie, një lloj mungese mendimi strategjik në politikën e jashtme amerikane kur u fut në luftë në Ukrainë, sepse pak a shumë kështu thuhet. Ukrainësat janë proksi të kësaj lufte. Shikoj, Gjermanët kur nisën operacionin Barbarossa besonin që rusët nuk dinin as krim as këndim, as të shkrenin pushkën, as kishin shtat madhuri, as kishin ur general, as kishin se kishte vrarë Stalini, etj. Dhe u ndeshën pastaj me një situatë tjetër. Kështu që në momentin që ti e nënvlerëson kundërshtarin patjetër. Siç po ndodh aktualisht me Kinën e Amerikës. Edhe gjithë historia e Rusisë është që ajo që vërtet të bën të mendosh që këta liderat evropian kanë një moment kthjellimi kanë një moment fillimi kur nuk janë të ndikuar nga kjo apo ajo gjë dhe të mendojnë që çfarë po ndodh. Dhe këta jetojnë çdo ditë me ëndrrën që Rusia do shëmët mbas një ore, Rusia do shëmët mbas një dite, Rusia do shëmët mbas një jave, dhe kjo java dhe dita vazhdon dhe mira Ukraina zbritën dhe miliona miliarda dollar harxhohen dhe miliona rus po vritën edhe çdo gjë shkatërrohet dhe nuk ndodh asnjë gjë ashtu si duan europianët. Domethënë ka një moment që vërtet të thuhet dhe ajo që e bën shumë më pesimiste situatën është që këta europian nuk kanë mësuar asnjë nga lufta parë botërore. Është e njëjta situatë. Të vendosën në transhe, të dy ushtrit, vërisnin pambarim njëri tjetrin dhe pritë se çfarë do sjellë dita tjetër, kur dita tjetër nuk sillte asnjë gjë, përveç se viktima dhe gjymtime dhe humbje të jashtëzakonshme. Dhe vazhdoi 4 vjet. Dhe janë po ata baballarët e këtyre europianëve që ishin në pushtet në atë kohë, që ndoqën ato politika të luftës parë botërore. Dhe të bën të mendosh, po ky popull europian ku është? Po këta njerëz në Europë kanë lexuar diçka nga lufta parë botërore, si ka mundësi që i lejojnë liderat e tyre të tërheqin në këtë luftë pafund? Me pralla që po pushtoi Ukrainën, do na pushtoi edhe Parisin, domethënë. Ti paguaj pensionet francezë. Jo, nuk mendoj në diçka tjetër, që në qoftë se bie kjo Rusi që njohim, janë 190 etni që dalin nga zinxhiri, duke përfshirë edhe Kaukazin. Dhe pastaj hajde meru me kaukazianët. Jo më kot kam thënë që amerikanët duan që Ukrainat mos mundet, po dhe rusët mos u mbasin. Edhe hajde se si do përfundojë kjo luftë. Ukraina nga 50 milion ka vajtur 20 milion, mendohet diçka më pak. Ambasador, fati jon, domethënë në këtë ndarje që u bë të botës, ku Amerika në një farë mënyrë tha që hemisfera perëndimore politike është jona. Ne jemi brenda kufive, domethënë kufiri është në kufi me Rumaninë, me Moldavinë, apo ndoshta vjen ai momenti që Trumpi do thotë që dua këta unë që vetëm më konsumojnë Shqipëri, Hungari, Poloni, Çeki, Slovaki, Gërbër, të gjithë bashkë, Malizi, 500.000 sa ushtaran nxjerr Malizi, Letonia, 1.200.000 kalla si thot të ketë kujdes Rusia, kur hyra pasaj pash kishte vetëm 2.000 ushtarë. Pra, mos vjen ai momenti thotë ç'më duhen këta, apo është ai momenti ku perandorit vendosin një cak dhe nuk tërhiqen dot më mbrapa atij cakut. Këto është shumë komplikuar. Ajo që më shkon në mendje shpesh është që në qoftë se në përfundim të luftës botërore ne nuk mund të bëhemi dhe aq me faje që na caktuan të ishim pjesë e perandorisë lindje, sepse u vendosën fatet tjetërkund dhe pavarësisht që ne mund të themi komunistët në Shqipëri bën atë që bën, por komunistët në Shqipëri nuk do ishin gjendë të bënin atë që bënin nëse në Jalt do ishin marrë vendime tjera për Shqipërinë apo për Jugosllavinë. Aty ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi donte që Partitë Komuniste të mos fitonin, siç ishte në Itali, në Francë dhe në Greqi, ata ja bën me 1 milion mënyra. Partitë Komuniste në Itali, në Francë, në Greqi kanë qenë shumë herë më të fuqishme se Partia Komuniste Shqiptare, e cila për hir të vërtetës, pavarësisht se çfarë thuhet sot, deri në 49 ka qenë ilegalitet. Asnjëri nuk e dinte se çfarë ndodhte me. Domethënë, po ti sa më shumë ti afrohesh atyre gjërave që kanë ndodhur në atë kohë, aq më shumë shikon që ne nuk jemi dhe aq realist në mënyrën se si shikojmë gjërat. Po ajo që do doja të vijan duke në raport me sapo pyetet apo sugjeruat është që kësaj radhe ka shumë të bëjë se çfarë themi neve. Po në momentin që ne nuk kemi në gjendje të themi asnjë gjë, atëherë përsëri vendimet për ne do i marrë tjetër kush. Dhe është për të vënë kujen, ndonse nuk më takon mua fare ta them, po ku shikon që në 2026 30 kusur vjet mbas rënies së sistemit komunist, 2 kryetarët e Komisionit të Reformës nuk janë në gjendje të bien dakord
se ku do bëhen zgjedhjen, çfarë ore do hapen kutitë e votimit, çfarë ore do mbyllen kutitë, duhet vi Venecia e OSBE-ja, edhe gadal për shqyr që unë mbyll USAID-a, se do pyetesh dhe USAID-a, e me radhë. Kjo tregon që elementi politik shqiptar do ta eksagjeroj thënien për të tërhequr vëmendjen, vazhdon të mbetemi shprehje gjeografike. Në momentin që nuk je një entitet politik që për çështje madhore të kombit gjen një gjuhë përbashkët dhe thua që ne këta jemi ne shqiptarët. Dhe në çështjet politikës jashtme kemi këtë qëndrim. Po edhe ti bësh shefin kot zoti Trump kur ashiqare duket nga të gjitha këndvështrimet të shkelë ligjin ndërkombëtar ndërhyrja në Venezuelë. Dhe shteti shqiptar është i pari që thot bravo, mirë që e shkelë ligjin ndërkombëtar. Parabes. Ka një gjë që nuk shkon, më palën juve apo kushdo që nuk është dakord me këtë, po jam i mendimit që vendet e vogla duhet ishin të parët që të jenë të interesuar për zbatimin e ligjit ndërkombëtar, sepse në xhunglën ndërkombëtare të parët që epsojnë nga shkeljet e ligjit ndërkombëtar jemi ne shtetet e vegjël. Dhe historia e Shqipërisë ka treguar. Sa herë që i është dashur fuqive rreth e përqark nesh nga Greqia, Serbia me radhë, kanë bërë çka kanë dashur me Shqipërinë, se s'kan pyetur fare për ligjin ndërkombëtar. Kështu që ne duhet ishim të parët që të thoshim që jo, ligji ndërkombëtar Maduro burri keq, të dënohet. Venezuela ka drejt jetojnë në rinë demokraci, por çka ka ndodhur shkelje ligjin ndërkombëtar? Siç bëri Spanja. Por ama këtu po kafshojnë gjuhën dhe po gëlltisin gjuhën edhe shtete si Britania e Madhe. Domethënë ishte vërtet për të ardhur keq për kryeministin britanik, ku rrotullonte gjuhën, do njihim akoma me faktet e tjera se nuk i di gjithë faktet për të nëse është shkelje ligjin ndërkombëtar apo jo. Është që po kthehet në parodi kjo gjëja e ligjit ndërkombëtar dhe më e bukur është që domos Bashkimi Evropian është produkt i ligjit ndërkombëtar. Po mos respektojnë traktatet, ata nuk ekzistojnë. Ajo quhet entitet intersubjektiv, por nuk u fol për të në për traktate, ai nuk ekziston. Janë një bashkësi traktate. Ne të paktën si etni shqiptare na thot njëri apo s'na thot njëri ekzistojnë edhe pa traktatet. Po Bashkimi Evropian nuk ekziston pa traktatet. Dhe kur vjen puna, aty ju merret goja dhe ju hyn gjë. Në një kohë kur zoti Trump dhe gjithë establishmenti amerikan ka treguar se sa pak i respekton europianët. Ambasador, Amerika në ka në mendje neve, e kam fjalën sepse tashti ka ardhur një moment kur neve duhet shohim vërtet sigurinë fizike të kombit. Pra, në ka në mendje Amerika neve? Do na mbrojë në rast të një kërkese, sepse nuk është çudi që të dali prap kërkesa për Vorjo e Pirin, apo e nxori Vučić, tha rezoluta 1224 nuk vlen më, tha, duhet rishikuar mbas ngjarjeve që kemi. Sepse 100 vjet, aq më pak 30 vjet në historinë e një kombi janë hiç asgjë. Nuk mund ta neglizhosh a priori, e thua që jo, nuk ka interes Amerika për Shqipërinë. Unë besoj që ka. Varet shumë nga mënyra si artikulohesh, varet shumë nga mënyra nëse je entitet. Nuk e di sa e vërtetë është, sepse si thash në kohën e sotme shumë gjëra dhe sajohen, po Woodrow Wilson ka thënë për shqiptarët që meritojnë të kenë shtet vetëm nga luftra e Vlorës, që ka shumë njerëz sot që e vënë diskutim atë luftën e Vlorës, ama ça katunarë dolën kot atje dhe ata italianët kishin ardhur për pushime në Vlorë, ku diun. I ka vënë re domethënë, ka një tendencë. Po e relativizojmë, gjithë luftën e dytë botërore, gjithë atë. Thuhet që kur ai Lansing, sekretari i shtetit i Kavajt, dhe ishte ankuar nga ndërhyrjet e Fanolit apo të Komunitetit Shqiptar në Amerikë njëri tjetrën, ka thënë po, ata e meritojnë të jenë një shtet, sepse ishte lufta e Vlorës ku treguan kanë luftuar për shtetin e tyre. Kanë luftuar për shtetin e tyre. Dhe sot, nëse ne do vazhdojmë të luftojmë njëri tjetrin dhe jo për shtetin ton, pse duhet mendoj dikush tjetër për neve. Nuk e di e bëj qartë idenë se ç'mendoj apo jo. Kështu që besoj që në fund të luftës dytë botërore ka një episod, mos e zgjatëm shumë pa 2 minuta, ka një episod jashtëzakonisht interesant. Britanikët, miqtë më të mirë Shqipërisë, nuk e njihnin kufirin e jugut të Shqipërisë dhe ishin të mendimit që i takonte Greqisë. Ja u kishin premtuar. Dhe ato e sipër fati që Shtetet Bashkuara të Amerikës dolën në fuqia fituese mbas luftës dhe nuk bëhesh dot në botë pa ta. I kërkojnë opinion dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për një ironi e jashtëzakonishme e fatit, Departamenti i Shtetit thotë nuk na intereson fare, bëni çfarë doni. Dhe rastësisht i shkon gjykimi Pentagonit. Dhe Pentagoni thotë, në rast se ju do bëni këtë, që këtij shteti nuk do t'i merret këtë coptok, atëherë ky shtet kot që ekziston sepse i mungojnë brezat mbrojtës për të mbrojtur kryeqytetin. Pra duhet të ketë 2 vargmale, 3 vargmale, nuk e di, nga ana sigurisë, nga ana ushtarake.
Dhe Pentagoni tha jo, ne nuk jemi dakord. Dhe Departamenti i Shtetit, siç ishte indiferent, tha vazhdoi të që tha Pentagoni, nuk jemi dakord. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju përgjigjen kërkesës për opinion, thanë jo, kjo gjë nuk do të ndodhi. Dhe ke parasysh se si ishte influenca e Shtetet Bashkuara të Amerikës mbas luftës së dytë botërore, dhe u bë ashtu siç deshen ata, dhe fati mirë që ato Korça dhe Gjirokastra janë në jurisdiksionin e Shqipërisë. Po të ishte për disa të tjerë, nuk do ishin në jurisdiksionin e Shqipërisë. Kështu që varet shumë nga konjunktura e momentit, po mbi të gjitha varet shumë nga çfarë kërkon ti si popull vetë. Nëse mua më bezdis shumë dhe jashtëzakonisht shumë, po të them, ideja që çdo gjë e mirë është jashtë shtetit dhe çdo gjë që është në Shqipëri. Doktorët janë më të mirë jashtë shtetit, studentët janë më të mirë jashtë shtetit, shkollat janë më të mirë jashtë shtetit. Ne me fabulën që tregojmë, duket sikur i nxisim njerëzit, jo burra ikni jashtë shtetit se andej është më mirë se këtu. Nuk ka asnjë narrativ që të thotë hey, ose mirë me kënë shqiptarë themi ne vetëm kur jemi në stadium që shohim fushën jeshile, se dhe aty nuk është të shohim sport anë gjë, po vetëm që bërtasim kot, domethënë, për patriotizëm. Flas me një lloj mlefi dhe inati sepse më bezdis shumë papastërtia e qytetit, mungesa mbajtjes radhës, mungesa e respektit ndaj njëri tjetrit. Bëu patrioti thjesht, bëu patrioti, respektoj njëri tjetrin rreth parë. Nuk e di, e ula shumë pazari. Jo, në fakt që këtu fillon pazari. Që këtu fillon pazari nga qenia qytetar, pra polis, që do thonë nga famë, dhe pastaj vazhdon që bën shtetin tënd. Ambasador, si gjithmonë, kënaqësi biseda me juve. Faleminderit. Faleminderit për ftesën, edhe për mua kënaqësi. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.